All right, Judge Gaines. Gjykatësi Gainer ka disa pyetje të tjera për ju, ambasador. Gjykatësi Gainer, faleminderit gjykatësi Smith. Ju lutem vazhdojmë me dokumentin që kemi në ekran. Në pjesën e fundit të këtij dokumenti, ambasador thuhet që se takon Sean Persit. Lidhur sipas Hashim Thaçit, drejtoria politike përbohet nga personat e fundit, nga personat që janë këtu. Domethënë i pari është ai vet, Jakub Krasniqi, dhe ne as nuk e kemi parë dhe as nuk kemi dëgjuar lidhur me veprimtaritë e tij, por Thaçi thotë që ai është aktiv. Dhe pastaj përmendet Bardhyl Marmuti. A keni pasur informacion sa i takon anëtarësisë së drejtorisë politike, ambasador? Përgjigje. Këto janë emra që i kam të dëgjuar. Nuk jam e sigurt nëse kam një koment, domosdoshmërisht. Kaq mund të them. Gjykatësi në rregull. Kalojmë tek një dokument, por dy faqe më tej. Në këtë pjesë të dokumentit raportohet që udhëheqësit e UÇK-s, me cilët janë takuar kohët e fundit, e kanë bërë të qartë gatishmërinë e tyre për kontakte të vazhdueshëm me profesorët amerikan. Thaçi dhe Mahmuti janë posaçërisht të gatshëm për të takuar me ambasadorët Holbrooke dhe Hill, dhe ata janë të gatshëm për të qenë udhëheqësit e UÇK-s. Në fakt jeni takuar dy ditë më pas me këta dy persona apo jo, dëshmitar? Përgjigje, po. Pyetje, dua të pyes pak lidhur me përshtypjen që u krijuaj gjatë këtij takimi. Në përmbledhjen tuaj në paragrafin 28 ju thoni: Thaçi ishte udhëheqës politik, jo udhëheqës ushtarak. Hilli nuk e pa ose nuk e kuptoi që Thaçi kishte kontroll përtej asaj çfarë ju bëhet i qartë brenda dhomës së takimit. A pajtojeni ju, dëshmitar, që UÇK-ja ishte një lëvizje çlirimtare armatosur? Përgjigje. Po pyetja që shtrohet është se sa integruar ishte UÇK-ja, krahasimisht me grupe të tjera të ndryshme që lidheshin vetëm tangjentalisht me të, por ndërkohë vepronin sipas kokës së tyre dhe urdhrave të tyre. Kështu që pyetja që shtrohet është a bëhet fjalë për një organizatë që sugjerohet prej Shonit këtu apo jo? Pyetje, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një lëvizje çlirimtare të armatosur, cila është dallimi, cila është dasia midis një lideri udhëheqësi politik dhe një udhëheqësi ushtarak në kuadrin e lëvizjes çlirimtare të armatosur? Përgjigje. Udhëheqësi politik është një person i cili luan një rol të ministrit të punëve të jashtme, nëse do shprehesha kështu, dhe nuk është përgjegjës për çështjet e brendshme. Përshtypja ime, dhe unë mund të flas vetëm për opinionet dhe përshtypjet e mia, përshtypja ime është që nëse do shikoni historikun e Thaçit, çfarë formimi ka ai, nuk ka asgjë që sugjeron që ai mund të lëvizte gjërat brenda UÇK-s, por në pikpamjen e jashtme ai e kuptonte se si funksiononte bota dhe kuptonte që ishte e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të ishin në anën e tij, në anën e tyre. Pyetje, do të kalojmë në një dokument tjetër që është i pranuar në prova që me numrin P1069, është një kablogram tjetër. Ambasador, tani në ekran do të shfaqet një kablogram. Mund të shikoni, besoj, që është dërguar me datë 18 dhjetor 1998. Duke sikur është dërguar nga Beogradi, nga ambasada amerikane atje për Washington DC-n, dhe është dërguar në orën 9:38. Po ashtu është lista e marrësve të këtij kablogrami, përfshirë këtu CIA, Italia dhe ambasadën në Shkup e të tjerë. Ndërkohë që në fund fare është në SE O'Hardy. Çfarë është kjo? Mund të na e thoni? Përgjigje. Së pari, më lejoni t'ju shpjegoj se si janë strukturuar, si janë formuluar kablogramet. Së pari janë marrësit që janë ambasadat dhe pastaj janë edhe operacionet ushtarake.
që janë shtambet ushtarake ose zyrat ushtarake të rëndësishme. Sikurse mund ta shihni, është edhe sex state, që është departamenti i shtetit, kjo është versioni i shkurtuar, por për arsye pra të caktuara duket sikur ky është një kablogram që është dërguar një personi, por në fakt nuk ndodh kështu. Se për shembull, nëse ti ke humbur orën dhe mendoni se e keni lënë diku në një zyrë, pra domethënë nëse lexon tek titulli sex state, kjo nuk do thotë që kjo është një kablogram ose një njoftim që i dërgoi sekretarit të shtetit, kështu që për këtë arsye është e rëndësishme që të kuptohet konteksti dhe kujt i dërgohen kablogramet. Në këtë kablogram, për shembull, janë vendet e Evropës qendrore, Ballkani perëndimor, domethënë duket sikur ky është një kablogram që i dërgoi të gjithëve këtyre që janë Marsit, por nuk është kështu në fakt. Sa i takon NSC-n, domethënë ky është Këshilli Kombëtar i Sigurisë. Dhe kush përbëhet? Pra kush janë përbërësit e Këshillit Kombëtar i Sigurisë? Është sekretari i shtetit, presidenti i vendit e tjerë, domethënë është nivel shumë i lartë. Kështu që duhet jesh i kujdesshëm që të marrësh masat e nevojshme që ky kablogram të mos përfundojë në duart të gjithëve, figurativisht. Duhet ta nditur besoj në atë kohë, po tani nuk më kujtohet. Pra është një akronim XDEX. Pra besoj që e pat atë kablogramin ku ishte Malena Ulbright në sallë që quhej no desk, domethënë që nuk duhet të shpërndahet, por XDEX do të thotë që shpërndarja është e kufizuar. Pra, është pak e vështirë që të dërgosh një kablogram XDEX në disa zyra, sepse një kablogram me këtë kodin XDEX duhet që të jetë përfshirë sekretari e sekretari e Evropës, nuk kujtoj se kush ka qenë, por ideja është që ti nuk do që ndihmë sekretarin e Evropës të mund të dërgosh të gjitha kablogramet. Pra, dua të them që këto janë raporte të përditshme, është rria raporte që dërgohen nga Shoni dhe nuk është hera e parë që këto kablograme janë të mbi kategorizuara ose me shumë specifikime. Pyetja, këtu thuhet që ky është një raport i hartuar nga KDOMI, mbështetur në konstatimet të ren edhe në bisedat me udhëheqësit e UÇK-s. Si dhe vëzhgues të mirë informuar kosovar përfshirë këtu edhe zyrtarë të nivelit të lartë policisë serbe. Përgjigjem vlen të them, gjykatësi Smith, ju lutem dëgjoni deri në fund pyetjen, pastaj përgjigjoni. Pra edhe mos mundoni që dilni përpara pyetjeve që do t'i bëhen në të ardhmen, sepse pyetja që të bëri gjykatësi më përpara ishte çfarë është NSC-ja dhe një shpjegim shumë më të hollësishëm. Kështu që ju lutem dëgjoni pyetjen deri në fund dhe pastaj keni përgjigjen. Përgjigje po C është konfidenciale. Pyetje, a ka të ngjarë që ky kablogram të jetë përgatitur nga Sean Burns? Përgjigje absolutisht po. Pyetje, pra duket në pamje të parë që baza nga ku është marrë informacioni është goxha e plotë apo jo? Përgjigje kështu duket. Pyetje, le të kalojmë tek dokumentin faqen e dytë. The second biggish paragraph. Në paragrafin e dytë të gjatë aty, ajo thotë që nuk del në pas që ketë një udhëheqës të UÇK-s. Megjithatë profili i Hashim Thaqit është bërë dominant dhe i dukshëm në takimet tona. Në takimet tona, udhëheqësit ushtarak të UÇK-s qartë asgjë respektojnë Thaqin. Duhet të bëj një pyetje lidhur me këtë konstatim që jepet këtu. Domethënë, mbështetur në atë çfarë ka konstatuar Burns, udhëheqësit ushtarak e shikonin me respekt Thaqin. Pyetje, çfarë date ka kjo kablogram? Gjykatësi Gaynor me 18 dhjetor 1998. Përgjigje, besoj që ajo çfarë po thot Burns tu është, unë pajtohem me të, që është në një farë mënyrë jo i njohur ose i panjohur dhe
Ai përmes telefonatave të drejtë për drejta të bëra me Petriçin e ka rritur dukshmërinë e tij, pra është bërë një figurë më e njohur. Pyetja, do të vazhdojmë tek një faqe tjetër që ka numër RN-je 075323. Do të thënë është faqja 8 nga 20 faqet e këtij dokumenti. Ka një titull këtu që thuhet Shtabi i Përgjithshëm i USHK-s. Dhe thuhet që shtabi është jo koherent, është në lëvizje të vazhdueshme. Dhe diku nga mesi i këtij paragrafi thuhet që pavarësisht kësaj, ne kemi pasur mundësi që të identifikojmë disa persona të shtabit përgjithshëm, përfshirë këtu Hashim Thaçin, shefin e drejtorisë politike të USHK-s, Recep Selimin, Rambujën, dhe nëse do të vijmë tek faqja tjetër, lexoni aty dhe Jakub Krasniqin, antar të drejtorisë politike dhe zëdhënës i USHK-s, Sulejmani, Sultani, Selimi dhe Azem Sula Xhevit Haditi, besoj që vazhdojnë më tepër sa Kol Bashoten dhe Nureddini Bishin, që gjithashtu mund të jenë antar të shtabit përgjithshëm të USHK-s, por nuk e konfirmojmë dot këtë gjë. A pajtoni me mua, dëshmitar, që këtu kemi informacion të hollësishëm, mbështetur në burime goxha ose teje të besueshme, do thoja unë, sa i takon identifikimit të antarëve të shtabit përgjithshëm të USHK-s. Përgjigje, po, megjithatë, këtu vërej që duket sikur gjithë janë nga Drenica. Pyetja. Kjo më çon më tek faqja tjetër, dhe tek pyetja e radhës. Është faqja 12 nga 20 faqet e dokumentit që kemi në fjalë, ose 07573327. Këtu thuhet, duket se grupi i Drenicës ka luftuar dhe ja ka dalë me sukses që të ketë kontroll në hierarkinë e re të USHK-s që po krijohet. Grupi i Drenicës duket se drejtohet prej Hashim Thaçit dhe përbëhet kryesisht prej personave të moderuar që janë më pro një zgjedhje të pashme se sa luftimeve. Pra, edhe një herë, këtu duket sikur sugjerohet që nëse është dikush që e drejton USHK-n, ky person është Hashim Thaçi. A pajtoni me mua? Përgjigje. Nuk jam në gjendje të analizoj atë çfarë është, po kështu duket sikur thot autori. Pyetja, kalojmë tek mesi i faqes. Thuhet që udhëheqja bëhet nga ish të burgosur politik të mëhershëm, si për shembull Jakub Krasniqi dhe Rambuja, të cilët kanë qenë aktivisht, politikisht aktiv që prej fillimit të viteve 80. Ose ish udhëheqës së lëvizjeve të studentëve të 99-s, Thaçi, Recep Selimi, për shembull luftëtar si Sulejman Selimi, komandanti i ushtrisë së Malishevës e të tjerë. Ishte burgosurit politik raportojnë që t'jenë udhëheqës të krahut të moderuar, ndërkohë që ish pjesëmarrësit e protestave studentore, se Thaçi dhe Selimi, janë më radikal. Ata pretendojnë që të mbështesin rrugën politike në kontaktet me ne, Thaçi dhe Selimi, në tonën e përdorur prej tyre, pra duket sikur janë më strikt se sa Buja, Krasniqi dhe Bashota. Thaçi dhe të tjerët duket se kanë respektin e të gjithëve. Atëherë, këtu përfshihet disa antar të udhëheqjes sipas autorit të këtij kablogram, dhe duket që ndërmjet tyre më i rëndësishme duket sikur është Hashim Thaçi. Përgjigje. Duke lexuar shumë shpejt këtë pjesë, pajtohem me ju që kështu duket sikur është ideja e autorit. Dhe në veçanti që Drenica ka fituar e përsi dhe është më lart nëse mund të shpresha kështu se grupet e tjera në të gjithë Kosovën. Kjo është një përpjekje e madhe pra për të mbledhur së bashku gjithë informacionin dhe këtë informacion pastaj ta bësh në një mënyrë të tillë që është koherent dhe i kuptimt. Pyetja. Kalojmë tek faqja 075325.
Atëherë këtu po flasim për madhësinë e UÇK-s, ose sa e madhe mendohej që të ishte UÇK-ja. Në këtë pjesë thuhet që një burim i mbrojtur ka pretenduar disa herë dhe emri personit është redaktuar. Pra ky person ka pretenduar disa herë që UÇK-ja ka 30.000 ushtarë dhe ka po aq armë. Ne e kuptojmë që organizimi i UÇK-s parashikon që secila prej zonave të përmbajë 5 brigada. Brigadat mund të kenë deri në 5 batalione nga 140 deri në 150 vetë secili. Kështu që ne përjedhoj vlerësojmë që UÇK-ja mund të ketë rreth 22 antarë. Play of that free kick just a moment ago. Mendoj Carpenter që goes, është, Tevere goes, uh, Abdallah goes, numër and well, no one i lartë went with the dhe ball. mund të A ketë two in the wall for 17.000 Chris persona të Marks. ketë antarë UÇK-ja. Amir Abdallah, they all run over it, and well, I'm not sure if that was the intended one for Avondale because all three of them had faked each other. Informacione të tillë. Zakonisht, ky është një informacion i cili lidhet në Washington nga shërbimet inteligjente, jo nga persona në teren, kështu që është një përbërje disi befasuese, do thoja. Por gjithsesi ky lloj informacioni i dërgohej zakonisht Washingtonit dhe pastaj konfirmohej ose gjithë burimet e nevojshme shikonin se për çfarë po flisnim ne kur i referoheshim UÇK-s. Mua nuk më kujtohet ose ky informacion ose nuk më kujtohet që Komiteti i Shërbimeve Inteligjente të kenë pajtuar ndonjë shifër të tillë ose të ngjashme, nuk më kujtohet as tani dhe as atëherë s'mbaj mend. Pyetje: sajta konstrukturës së UÇK-s, sipas vlerësimit të bërësit, janë 22.000 veta që ishin ndarë në zona, që i ndashin më pas në brigada, të cilat më pas ndashin në batalione. Në një fazë të përvojës tuaj, a keni pasur mundësi që të shikoni komunikimet të brendshme të UÇK-s, të cilat ose janë nxjerrë prej komandave të zonës ose komandave të batalioneve apo të brigadave? Ju ka rënë rasti të shikoni dokumente të tilla ndonjëherë? Përgjigje: mendoj që këto hollësitë e lidhura me brigadat dhe batalionet janë gjëra që s'kemi pasur asnjëherë mundësi që të shikojmë apo të konfirmojmë. Mendoj që informacioni është shumë herë më i hollësishëm. Sajta konstrukturës është informacion shumë i hollësishëm se sa mund të prodhohej prej ndonjë ambasade. Kështu që pyetja ime do ishte, nuk e di se si Komiteti i Inteligjencës ose departamentet të caktuara kanë mbledhur këtë informacion, nëse kanë marrë këtë punë seriozisht apo jo. Këtë nuk e them dot. Megjithatë, prej pikpamjes time, mënyra se si e shikoj unë, pra lidhur me vazhdimin e negociatave, situata nuk është se ndryshonte shumë për mua, sepse për mua ishte e qartë që ne na nevojitej UÇK-ja si pjesë e negociatave, pavarësisht se sa brigada kishin apo jo. Kjo ishte e rëndësishme për mua. Por ne donim gjithashtu që ata të mos linin më një anë LDK-n dhe thonin që LDK-ja nuk ishte rëndësi, se kjo ishte ajo çfarë po përpiqeshin të thonin shumë veta në atë kohë. Pyetje: pra, ju po thoni që njohuria juaj deri në çfarë mase ishte organizuar se jo UÇK-ja nuk mbështetej deri në një farmase në leximin e komunikimeve të brendshme që lëshoshin prej brigadave ose komandantëve të zonave ose nga batalionet brenda UÇK-s. Këtë po thoni nëse e kuptova drejt, dëshmitari ma thoni edhe një herë se nuk e kuptova pyetjen. Pyetje: me sa e kujtoni ju, a keni pasur qasje në dosje dokumentesh të cilat janë lëshuar prej komandantëve ose komandave të zonave ose nga batalionet e njësive të tjera të UÇK-s? Përgjigje: jo, nuk më kujtohet ta kem bërë këtë gjë. Reagimi im ishte që persona që kishin si profesion këtë gjë të bënin vlerësimet e tyre sa i takon ushtrive të huaja, se ne kemi zyra të tëra në Agjencinë Inteligjente të Mbrojtjes, detyra e cilave nga mëngjesi deri në darkë është që të merren me informacione ushtarake në gjithë botën.
Unë mund kisha në interes lidhur me atë se çfarë mund thonin këta, kolegë, por nga pikpamja ime, ajo çfarë përpiqesha të bëja unë është që unë të sigurohesha, dhe po përmend këtu një term që përmendet më shumë ditët e sotme se sa përdor atëherë. Pra unë po përpiqesha që të kishim një grup sa më përfshirës, pra që të kishim persona nga UÇK-ja, nga LDK-ja dhe nga të pavarur në mënyrë të tillë që të gjinim një zgjidhje. Këtë po përpiqesha të bëja unë. Po tani që lexova tekstin, kjo mund të sugjeroj që i takonte që UÇK-ja ishte forcë e madhe, potente, dhe mbas edhe ishin, po kjo nuk ndryshon asgjë në punën time. Unë isha interesuar që gjithë palët të merrnin pjesë aktivisht në negociata. Gjykatësi Gaynor nuk kam pyetje të tjera për ju dëshmitar, ju faleminderit për kohën. Gjykatësi Smith, gjykatësi Barte ka disa pyetje për ju tani. Dëshmitari, a mund të sqaroj diçka? Diçka që vure re në atë kablogram ishte që kishte shumë paragraf, edhe pasha dhe C, për shembull, që do thotë konfidenciale, ose në F do thotë që nuk ka formë, çfarë do thotë që përmbajtja e këtij kablogrami nuk i duhet dhënë një palë që nuk është amerikane. Do të thonë me fjala të tjera, do të thonë në NATO ti i thua shërbimet tuaj që të mos ja japin këtë informacion zyrës së Gjermanisë, Francës e të tjerë. Edhe me thënë të drejtë jam pak i befasuar që pse këtë informacione nuk donim që ta ndanim me aleatët. Unë thjesht sa për koment për ta pasur parasysh. Gaynor, faleminderit. Gjykatësi Barte, kam disa pyetje tjera. Ju premtoj që nuk do t'ju mbajmë shumë më gjatë këtu. Ambasadori Hill, ju kërkoj falje që ju jap shpjegime kaq shumë të hollësishme. Gjykatësi Smith, nuk jeni vetëm që e bëni këtë gjë. Gjykatësi Barte, ambasador, juve na thatë gjatë 2 ditëve të fundit në dëshminë tuaj që zoti Thaçi ka qenë drejtuesi i delegacionit shqiptar Kosovës në Rambuje që përfaqëson të UÇK-n. Dhe besoj që ju e dini që zoti Thaçi më pas u bë kryeministri të ashtuquajturës qeverie përkohshme e Kosovës. A është e drejtë kjo? Përgjigje, po, është e saktë. Gjykatësi. Në konferencën e Rambujes dhe në krimen e qeverisë së përkohshme, këto kanë qenë gjithashtu objekt i intervistës me mbrojtjen, me mbrojtjen e Thaçit në datën 9 korrik 2025, që reflektohet edhe në paragrafin 33 dhe paragrafet pasues të përmbledhjes së intervistës tuaj. A ju kujtohen këto diskutime që keni pasur mbrojtjen e Thaçit? Për Rambujen, krimin e qeverisë së përkohshme të Kosovës. Përgjigje, po, veçanërisht krimin e grupit negociator, që ishte një grup me 3 kre dhe nuk ishte askush, si me thënë, drejtuesi i 2 tjerëve. Gjykatësi, gjatë pyetjeve që bëri mbrojtja e Thaçit të hënën, ju tregoi një dokument që kishte të bënte me deklaratat politike të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Për proces verbal kjo jepet në provën 1/50 dhe në faqen 27, 67, 9 dhe faqet pasuese të transkriptit. Në këtë dokument, zoti Thaçi është deklaruar së bashku me 5 persona të tjerë si përfaqësues politik i UÇK-s. A ju kujtohet ta keni diskutuar këtë dokument edhe dje me gjykatësin Metro, ose sot më herët? Përgjigje, po. Pyetje. Ambasador, mbështetur në njohurinë që keni pasur aso kohë dhe njohurinë që keni sot, a e dini se çfarë roli ka pasur zoti Thaçi përpara luftës, domethënë përpara marsit të 98-s? A e dini që sa i ka luajtur në një rol, ka pas në një rol përpara kësaj periudhe? Përgjigje, nuk di të pasur një rol, nuk di asgjë. Ajo çfarë di unë është që ai ka qenë student në Evropë, diku në Evropën Perëndimore, dhe është kthyer në Kosovë prej këtyre studimeve. Pyetje. Në përgjigje të pyetjeve të prokurorisë dje, ju thatë që ju nuk e dini nëse zoti Thaçi ka qenë një prej themeluesve të UÇK-s, dhe thatë që nuk jeni në gjendje që ta konfirmoni këtë. Për proces verbal, kjo mund të gjendet në faqen 75 të transkriptit të përkohshëm të ditës së djeshme. A ju kujtoj të keni thënë këtë dje, ambasador? Përgjigje, po. Këtë e thash në përgjigje të pyetjes që më bë nga prokuroria nëse zoti Thaçi ishte themelues i UÇK-s apo jo. Unë nuk mund ta them nëse ka qenë një prej themeluesve të UÇK-s apo jo.
Mund të them që në atë kohë ne mendonim që dikush ishte vetëm 31 vjeç, që kishte qenë në Evropën Perëndimore, nuk mund të ishte themeluesi asgjëja. Megjithatë, nuk mund të them nëse ky mendësim është i vërtetë apo jo. Pyetja. Pyetja që kam tani është kjo. A e dini se kur është themeluar ÇK dhe kush e ka themeluar ÇK? Përgjigjja nuk më kujtohen historitë tani, por më kujtohet që kanë ekzistuar teori të ndryshme rreth kësaj gjëje. Njëra prej tyre kishte të bënte me lidhej me sulmin në familjen Jashari në maj. Pyetje, në maj të cilit viti? Përgjigje, në maj të vitit 1998. Pyetja. Dje thatë më tej se përpara negociatave të Rambujës, zoti Thaçi ishte përshkruar, pra të tjerët ja u kishin përshkruar atë si antar të drejtorisë politike të UÇK-s. Këtë mund ta gjejmë në faqen 74 të transkriptit së djeshme. A është i saktë ky informacion, dëshmitar? Përgjigje po. Ai kishte postin e drejtorisë politike, do të thënë antarit e drejtorisë politike. Shqetësimi im ishte që nuk e dija se në qëse mund ta shikoj atë si shef të delegacionit për marrëveshjes së Rambujës dhe nuk e kisha shumë të qartë se çfarë pozicioni kishte ai. Pyetja. Po tani a e dini se kush që ka thënë ju në atë kohë se zoti Thaçi ishte antar i drejtorisë politike të UÇK-s? Përgjigje. Kjo është një pyetje empirike, mendoj që dikush tjetër mund ta shikoj, po mendoj që është thënë diku në përnjoftime, nëse nuk e kam gabim. Pyetja. Pyetja e fundit që kam për ju është kjo, ambasador. Duke prezumuar që informacioni është i saktë, si e shpjegoni ju që zoti Thaçi të merrte këtë rol kaq shumë të madh nga UÇK-s dhe më pas në qeverinë e përkohshme të Kosovës? Domethënë, si e shpjegoni ju që si ishte mundur për të që kishte qenë thjesht një student më përpara dhe kishte ato moshë, domethënë që të merrte një fuqi të tillë në dorë dhe që të bëjë një prej personave në pozicionet më të lartë të UÇK-s. Çfarë shpjegimi keni ju për një situatë të tillë? Përgjigje, nuk kam asnjë shpjegim. Kam mendime të cilat ndonjëherë mund të jenë dhe konfliktuale me njëri tjetrin. Njëra prej cilave është që mbase nuk ishte aq shumë i fuqishëm sa mund të shikohej nga jashtë. Sepse në fund të fundit, çdo vendim që merrte ai vinte si rezultat i shumë konsultime të tjera pararense. Kështu që përshtypja ime është që ai ishte një bashkëbisedues i besueshëm, por nuk ishte vendimarrës. Kjo përshtypje bënte kuptim kur ai na tha që nuk mund pajtoi ditur me atë çfarë ishte bërë në Rambuje. Dhe kur na tha, për shkakun që kur nëse binte dakord pa u konsultuar, kur të kthehej do ta vrisnin. Një vendimarrës nuk e bën një koment të kësaj natyre. Kështu që unë personalisht e kam kuptuar që ai ishte i besuar për të mbledhur informacionin, atij i besohej që të parashtronte argumentet e UÇK-s, por nuk ishte besuar me vendimmarrja. Nuk ishte lënë në dorë vendimmarrja. Ky është opinioni im. Gjykatësi Barte, faleminderit, nuk kam pyetje të tjera për ju. Gjykatësi Smith, mikrofoni është i fikur. A keni pyetje plotësuese? Misatish po kemi. Faleminderit. Mirëmëngjes, ambasador Hill, kam vetëm disa pyetje shtesë që lidhen me pyetjet që u bën nga gjykatësit më herët. Gjykatësi Metro dhe gjykatësi Barte ju pyetën lidhur me atë që quhet deklarata politike numër 7, që është deklarata datës 13 gusht 1998, të cilën shtabi përgjithshëm i UÇK-s pretendohet të ketë shpallur përfaqësues, kush ishin përfaqësuesit politik të tyre. Përgjigje po, pyetje. Megjithatë, kjo është lëshuar pra me 13 gusht, juve nuk ju kujtohet jeni takuar me zotin Thaçi përpara datës 6 nëntor. Duhet të shohim të pra për këtë periudhën 3 mujore, duhet
të kuptojmë ndonjë gjë për këtë periudhë tremujore që lidhur me atë që ju mendoni për këtë shpallje për atë datës 13 gusht. Përgjigje, nuk jam i sigurt se si mund ta lexojmë, çfarë mund të nxjerrim nga ajo, përveç faktit se ata ishin pra UÇK-ja shpesh nxjerr të deklarata, lëshon të deklarata të kësaj natyre. Natyrisht ajo që është interesante është këtu, në këtë rast është ata kanë komunikuar disa emra, pra e di që ne u përpoqëm të kuptonim kush ishin këta persona, por edhe këtu nuk ishin në gjendje të bënim propozime të natyrës që bën pastaj në Rambuje, pra nuk mendoj që kishte ndonjë qëllim apo synim ndonjë vlerë që të takoheshim me ta. Do të theksoja se nuk ishte lehtë që të takonim, të shkonim të arrijmë tek njerëzit që nuk jetojnë në Prishtinë dhe natyrisht ata ishte edhe rreziku i arrestimit nga autoritetet serbe. Pra, mendoj që ka patur shumë shqetësime të natyrës praktike, përsa i takon mundësisë për të takuar me ata, por me atë që më kujtohet, lidhur me atë që po thoni ju, është që ndoshta në 3 muaj ne nuk kemi patur takim, ose ndoshta kemi bërë takime, dhe nuk më kujtohet diçka thjesht. Pyetje, do t'ju bëj për një dokument tjetër që për të cilin bëri pyetje gjykatësi Metro, që është një kablogram që duhet ta shfaqim në ekran përsëri, është proba materiale 1267. Ju kujtohet, paragrafi 2 shohim datën dhe orën, bëhet fjalë për një mbledhje që është bërë me 21 shkurt në orën 1:30 të pasdites në Kështjell. Ora është e rëndësishme për pyetjet që t'ju bëj në vijim pastaj. Pra, ora 1:30 pasdite dhe nëse shkojmë më poshtë në përmbledhjen e kësaj. Përgjigja mund të shoh kush ishte i pranishëm. Pyetje po, përgjigje pra sekretari, unë vetë, Rubin Dobins, procesmbajtësi tha që i rrugova surroj dhe qosja, po. Pyetje, dhe menjëherë më poshtë mund të shohim përmbledhjen ku lexon sekretari, u tha kryesisë shqiptarëve të Kosovës, se ata do të riparojnë dëmin që kanë shkaktuar duke kërkuar lëshime të reja nga ministrat e grupit të kontaktit ose të pranojnë përgjegjësinë për dështimin e bisedimeve. Nëse antarët e kryesisë nuk janë në gjendje të udhëheqin delegacionin e tyre për ta çuar atë për të pranuar tekstin aktual, sekretarja do të detyrohet të arrijë në përfundim se ata nuk janë serioz për sa i takon në paqes apo garancive të sigurisë ushtarake ndërkombëtare. Ajo sugjeroi se kryesia pranoi, dhe kryesia pranoi një strategji për të arritur në një pranim përfundimtar të tekstit nga mesnata në datën 21 shkurt, që është po të njëjtën ditë. Sekretarja hodhi poshtë kritikat e shqiptarëve të Kosovës të tekstit dhe ambasadori Hill tha, paralajmëroi se gjuha apo termat e përdorur për referendum nuk ishin të mirëpritur. Nëse ndalojmë këtu për një çast, ta mund na thoni bazuar në këtë përmbledhje nëse ju kujtohet cilat ishin diskutimet, për çfarë diskutohej dhe çfarë po ndodhte. Përgjigje po, diskutimi ishte, mendoj, kishte të bënte me perceptimin publik që ne merrnim për grupet pas e thonin që pranonin këtë pas deklaratës së UÇK-s që sugjeronte që ata nuk ishin dakord me këtë, pra, dhe ky ishte ministri i punëve të jashtme italian, zoti Dini, i cili tha prisni një sekond amerikanët. Ju na thatë ne që ata po pranonin këtë, ju na thatë neve që po arrini të merrnin miratimin e tyre. Dhe pra në këtë mënyrë UÇK-ja duke bërë deklarata në kuptimin që ata duke thënë që nuk ishin pranuar asgjë, krijoi një rrethanë sikurse ne nuk ishin të sinqertë dhe të hapur me aleatët tonë dhe po rrjedhojmë, mendoj që sekretari Albright po lexonte këtë tekst atyre dhe duke ju tha atyre, pra,
nuk mund të lvizim të ecim përpara me këtë lloj gjërash. Ju, UÇK-ja, duhet të rregulloni këtë, të rregulloni këtë çështje dhe mendoj se ndërhyrja ime ishte se shumë njerëz ishin skeptik me idenë e organizimit të një referendumi, sepse quhet referendum në Ballkan do të ishte thjesht një census. E një dije se çdo shqiptar do votonte në njërin anë, çdo serb do të votonte në anën e kundërt, dhe kjo do të përcaktonte pastaj të ardhmen e Kosovës, dhe të gjithë e dinin se çfarë do të thonte kjo gjë. Kjo është një prej arsye sepse serbët nuk do të vazhdonin më të me Rambujen, sepse nuk do të pranojnë atë, sepse përfshinte fjalën referendum aty, organizimin e referendumit. Por pastaj për neve që të dilnim me gjuhën e referendumit, u bëri këtë shumë të edhe më të vështirë për të patur aleat, partnerët tanë dhe aleatët që të në mbështesnin ne në atë që po bënin. Ne nuk donin këtë situatë, dhe ministri i jashtëm Dini sugjeroi ishte diçka që shkonte në favor të pavarësisë së Kosovës. Pyetje, kalojmë hap pas hapi lidhur me atë që ndodhi, dhe më thonë nëse e ka lexoj gabim, po në këtë tekst duket sikur thuhet se delegacioni i Kosovës kërkon të lëshimet e reja, dhe ju po paralajmëroni se gjuha lidhur me referendumin nuk do të përfshihen në tekst. Përgjigje po pyetje në këtë pikë të negociatave, kam fjalën përgjigje, në këtë pikë të negociatave kjo ishte premtim, ishte një premtim për referendum, por jo teksti i referendumit. Pyetje, vazhdojmë më tej, zoti me pyetje, se kalojmë në faqen e vinë që u tregua nga gjykata si metro, DHT 0512 ju lutem, dhe këto paragrafin 11, ambasadori Hill shtoi se kërkesat e momentit të fundit, në minutët të fundit nga kryesia e bindën grupin e kontaktit në nivelet më të larta se Shtetet e Bashkuara nuk ishin të ndershme me ta, dhe se Shtetet e Bashkuara po manovronin grupin e kontaktit për të pranuar një po boshe nga shqiptarët të pavlerë, me qëllim që të vazhdonin më tej me bombardimet pra ajrore ushtarake kundër serbëve. Dhe nëse kalojmë paragrafin 12, ambasadori Hill kërkoi shpjegim nga për komunikatën 31 të UÇK-s, të cilin ministri i punëve të jashtme italian Dini e lexoi gjatë takimit të ministrave, dhe ku thoshte se UÇK nuk i mbështeste përpjekjet në Rambuje. Përfaqësuesi i UÇK-s tha që deklaroi se cila do të qoftë marrëveshja që arrihen në Rambuje, që do të hyronte UÇK-n për ta zbatuar atë, ata do ta respektonin në Kosovë. Tha unë e garantoj këtë, kam pushtetin për ta bërë një gjë të tillë. Hill u përgjigj se kjo ishte e rëndësishme të thuhej për të ndihmuar për të rifituar besimin e grupit të kontaktit. Nëse kalojmë paragrafin 17 të këtij dokumenti, përpara se të kthehemi në paragrafin paraprak. Pra 17 zoti tha, qëndrimi i zotit tha që përfaqësuesi i UÇK-s zoti tha që përsëriti se ishte drejta e delegacionit të kërkonte një gjuhë lidhur me referendumin në pas 3 vjetësh, pas një periudhë 3 vjeçare, dhe pse kërkesa për referendum kishte krijuar reagim negativ tek negociatorët e grupit dhe grupi i kontaktit, megjithatë shqiptarët e Kosovës ndjenë që duhet që të paktën të merrej parasysh kjo kërkesë. Thaçi mbrojti pozicionin e tij, qëndrimin e tij, duke deklaruar se referendumi garantuar do të jepte fund gjakderdhjes në Kosovë dhe siguroi sekretaren se referendumi do të pasqyronte në mënyrë të saktë edhe përfaqësonte edhe pjesëtarë e komunitetit jo shqiptar në Kosovë. Tha që quajti referendumin Çelçi i Rambujes. Tani kalojmë në paragrafin paraprak, mund të ndihmoni të kuptojmë fjalinë. Tha e garantoj këtë, kam pushtetin për ta bërë. Çfarë mund të garantonte dhe çfarë po kërkonte ai në atë kohë, pasqysh, përgjigje mendoj se ai po përpiqte të na siguronte neve se se mund të fliste në emër të UÇK-s, edhe që të mos shqetësoheshin për zërat që shpreshin çndrime të ndryshme në UÇK. Nuk më kujtoj të kem menduar se ai mund ta bënte një gjë të tillë. Problemi për neve ishte akoma aty. Ne kishim problem që të bindnim aleatët tonë se UÇK-ja ishte serioze lidhur me sa i takon Rambujes. Dhe kur u paraqit kjo çështje, ajo tregoi nxori në pa tek partnerët tanë dhe aleatët se ne kishim një problem. Pyetje,
Nëse marrëveshja përfshinte referendumin për pavarësi, siç e kërkonte Thaçi, përgjigje po, pyetja a mendohet ju se ai mund të përfaqësonte që kënë pra lidhur me këtë pikë. Përgjigje Jim O'Brien, i cili ishte jurist në departamentit të shtetit dhe punonte drejt për drejt me Madeleine Albright, kishte përfshirë faktin e referendumit, të vullnetin e popullit në Rambuje. Jo tekstin e tij, por faktin se do të ishte një tekst përfundimtar në Rambuje dhe një referencë lidhur me këtë qëndrim të Kosovës, që ku do të përcaktoj vullneti i popullit. Pra ishte aty partnerët tanë diplomatik patën përshtypjen që kjo bënte të pamundur që Serbia të pranonte një gjë të tillë, sepse serbët e kuptuan se referendumi thjesht do të thoshte që do ata do të dhe ata nuk kishin gati. Ardit zëshme bërtit, ardit! Ardit zëshme bërtit, ardit! Me një tekst. Ardit zëshme bërtit, ardit! Mund të shohim reagimin e Thaçit lidhur me faktin që nuk do të kishte referencë të qartë dhe shprehimisht të qartë aty, përgjigje po. Në tekst thuhet, dhe mund të kalojmë tek provë të tjera, lista e materialeve që janë lëshuar, provë material 12282, që është një kablogram i të njëjtës ditë, në orën 4 pasdite, po të njëjtës ditë, pra, është nga delegacioni i Shteteve të Bashkuara në Washington, do të tregoj faqen kryesore dhe pastaj mund të bëj pyetje që ta kuptojmë më mirë. Kablogrami mban datën siç e shihen 25 shkurt dhe raporton lidhur me një takim, nëse shkojmë më poshtë i datës pra 20 shkurt. Kalojmë në faqen tjetër, së pari mund të shohim ku dërgohet ky kablogram dhe pastaj më thuani ju se të kthej faqen. Përgjigje në rregull. Pyetjen nëse kthejmë faqen dhe kalojmë në paragrafin 2, na thuhet të shohim datën dhe orën e takimit për të cilin raportohet në këtë kablogram, në rregull. Pra kjo është 2 orë e gjysmë pas fillimit të takimit të parë dhe kalojmë në faqen tjetër paragrafi 4 për mbledhje thuhet sekretaria kërkoi një vendim nga delegacioni shqiptar deri në orën 4:30 të pasdite lidhur me faktin se ata pajtoheshin me propozimin për një zgjidhje të përkohshme. Shqiptarët nuk u angazhuan që të jepnin një përgjigje të tillë. Kalojmë më poshtë në faqe ku shohim qëndrimin e zotit Thaçi. Thaçi vazhdon të këmbgul për referendum dhe aty thotë Thaçi kërkon ndjes për harxhimin e kohës, humbjen e kohës së grupit e kontaktit, por delegacioni shqiptar duhet të merrte vendime të rëndësishme që nuk duhet të nxitoheshin. Ai shpresonte se Shtetet e Bashkuara do ta kuptonin këtë vonesë, delegacioni shqiptar ishte dhe do të ishte gjithmonë me Shtetet e Bashkuara, dhe do të jetë gjithmonë me Shtetet e Bashkuara, megjithatë populli i Kosovës do të jetë në gjendje të shprehë gjykimin e tyre lidhur me statusin pas përfundimit dhe skadimit të periudhës së përkohshme 3 vjeçare. Tani kalojmë në paragrafin 9, që është çështja për cilën po diskutonim tani. Sekretaria nënvizoi faktin se ky dokument që po shqyrtohet nga delegacioni nuk e përjashtonte këtë të drejtë. Ambasadori Hill ishte gati të bënte të nxjerrte një letër publike ku konfirmoi e drejta popullit të Kosovës për të organizuar një referendum pas periudhës 3 vjeçare. Tha që mbështetja letrën e ambasadorit Hill, që kërkoi që letra e ambasadorit Hill të bëhej publike, por jo letër zyrtare. Nëse nuk ishte letër zyrtare, nuk do të kishte peshë. Tani ju kujtohet, freskon kujtesën kjo lidhur me diskutimin që po ndodhte përgjigje, po, natyrisht tha që kishte vështirësi që të bënte që kjo të pranohej nga njerëzit e tij, kjo çështje. Si edhe negociatorët e tjerë, nga njëherë mendon që ke arritur një marrëveshje dhe flet me personat në shtëpi, pastaj i thu çfarë, kjo është e tmerrshme, ktheu atje dhe thuaj atyre që është e papranueshme. Kjo ndodh gjatë gjithë kohës me negociatorët, pa ata që veprojnë si negociatorë, në rregull. Për të përfunduar me këtë, kjo ka ndodhur pra 30 minuta më vonë. Dhe nëse kalojmë tek prova materiale 1, 2, 3, 5, 9, dhe kjo në listën e materialeve të re, dëshmitar, është interesante që thuhet letër publike përkundër letër zyrtare.
kjo është një lloj burokracie që s'ka në rëndësi të madhe dhe që nuk kuptoj mirë fare. Bides Mishëlistani do t'ju tregoj letrën faqen kryesore, siç e shihni, të dokumenti që përmenda dhe kalojmë pak më poshtë dhe aty shohim në pikën 2 raportohet takimi i orës 4:30 po të njëjtës ditë. Përgjigje po, takimi në Kështjell dhe siç e shihni antarët e grupit të kontaktit ishin aty, ashtu si dhe delegacioni. Dhe kalojmë në faqen tjetër, paragrafi 8, ku thuhet Kryesia e delegacionit të Kosovës, Hashim Thaçi, Recep Çoçi, Ibrahim Rugova plus Veton Surroj hynë në dhomë. Ministri i jashtëm Vedrin bëri pyetje të dyve, duke konstatuar duke thënë që duke theksuar se pyetja 2 nuk ishte detyruese për rusët, çështja 2 nuk ishte detyruese për rusët. Thaçi u përgjigj pyetjes së parë lidhur me kornizën dhe zgjidhjen politike, duke deklaruar se ne nuk themi jo, por në të njëjtën kohë duke ngulur për të drejtën përfundimtare të popullit të Kosovës për t'u shprehur. Ne po kërkojmë të drejtën për referendum. Dini pyeti se çfarë do të thoshte kjo, dhe tha që ishin të përgatitur të thoni po, por vetëm nëse pas periudhës përkohshme atyre do t'ju pranojë e drejta në mënyrë të qartë për të organizuar referendumin, e drejta për vetë vendosje të përfshihej në marrëveshje. Përgjigje po, pyetje saktë. Pra, ajo që Thaçi kërkon këtu, siç e kuptoni ju, është në përputhje me atë që kishte kërkuar që kërkohen nga Kosova. Përgjigje po, është situatë klasike një negociatori që është aty dhe përpiqet të argumentojë dhe në të njëjtën kohë shtyhet nga njerëzit në shtëpi. Përgjigje, pyetje po, faleminderit. Tani kalojmë tek një temë tjetër që ngritet gjykatësi me me ju, që është ka bëjë me takimin me zotin kur është bërë takimi me zotin Milošević, ku ai përmendi zotin Thaçi dhe doja thjesht që t'ju rifreskoj kujtesën dhe ndoshta të gjejmë të përcaktojmë datën aty dhe do të shkojmë në mënyrë kronologjike për këtë që diçka që e keni parë 2 herë dhe që është publikuar nga shërbimi i hulimtimeve të Kongresit. Kalojmë në dokumentin DHT 02858 deri në DHT 02880, ju lutem. Në listën e dokumenteve që kemi paraqititur fillimisht, prova materiale 123810, më thonë dëshmitari po, Mishetić DHT 02872, ju lutem, kalojmë poshtë, data 16 shkurt. Tani në mes të bisedimeve, në midis të bisedimeve të Rambujës, thuhet i dërguari i Shtetit Bashkuar Christopher Hill shkoi me aeroplan në Beograd për të takuar me presidentin Jugoslav Milošević në një përpjekje për të bërë përparime lidhur me çështjen e pranisë së trupave paqëmbërruajtëse të NATO-s. Milošević vazhdoi të refuzonte pranimin e vendosjes së trupave të NATO-s në tokën jugoslave. Në Washington, sekretarja e Shtetit Albright quajti këtë qendrim prishës i marrëveshjes dhe paralajmëroi se kjo do të sipas kësaj do të vinin bombardimet e NATO-s dhe nëse mund të ju freskoj kujtesën pak më tej me një artikull gazete që kemi gjetur të takimit tuaj, lidhur me takimin tuaj në këtë rast, atë që keni diskutuar, do kërkoj të shfaqim në ekran në listën e dokumenteve të reja DHT 12579 deri DHT 12594. Dhe siç e shihni këtu kemi disa raporte të shtypit nga shërbimi i drejtësisë ndërkombëtare dhe artikuj të tjerë gazetesh. Kalojmë në faqen DHT 12585, ju lutem. Këtu flitet për takimin e shkurtit të 1999 dhe lexojnë Hill udhtoi të mërkurën me përfaqësuesit britanik dhe francez dhe negociatorin serb Nikola Sajnović për të takuar me Miloševićin. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit James Foley tha të mërkurën se Hill transmetoi mesazhin shumë të qartë presidentit Milošević që të pranonte kushtet tani në kërcënimin e bombardimeve ajrore të NATO-s. Dhe ambasadori Agjencia e Shqipit France Press raportoi me 17 shkurt se një burim diplomatik afër konferencës së Rambujës kishte thënë se bisedimet zgjatën vetëm 4 orë.
që t'ju japim pak kohë dhe për kthyesve. Përgjigje, kjo është ora e Londrës. Pyetje po për të pra për të qetësuar Wolfgang Petterish lidhur me shqetësimet që kishte për këtë udhëtim. Gjykatësi meteoro, zoti Mesheti, që ndërkohë që ju lexoni, a mund ta pyesni dëshmitarin që si bëhet fjalë për të njëjtin takim, Mesheti, që këtu po arrija edhe unë, gjykatësi meteoro, faleminderit dëshmitari, në rregull e kuptova. Mesheti, së pare, ju kujtohet që keni vizituar Milošević, keni takuar Miloševićin në Beograd gjatë bisedimeve në Rambuje. Përgjigje po, më kujtohet që kam shkuar 2 herë, e kam vështirë të kujtoj se kam qenë shoqëruar nga britanikët dhe francezët dhe më kujtohet që jam shoqëruar nga britanikët dhe francezët, por jo nga negociatori i BE-s. Jam i habitur që thotë tu që Wolfgang Petterish po vraponte drejt aeroplanit në pistën e ngritjes dhe se kështu duket në çdo negociata ka probleme, por nuk mendoj se kjo ka qenë mungesë, që këtu ka patur mungesë organizimi. Pyetje në rregull. Pyetja ime është dhe gjykatësi meteoro ju a bëri, nëse Miloševići ose nëse ju e dini se kush ishte thaçi në këtë takim me Miloševićin. Ku në takim ku Milošević quajti thaçin dikush një person që torturon dhe vret njerëz. Përgjigje po. Pyetje, a mund të ketë ndodhur që kjo bisedë të jetë bërë në shkurt? Përgjigje, absolutisht e mundshme që të jetë bërë aty. Mendova që kishte ndodhur më herët, por mund të jetë edhe në këtë datë. Nuk e di nëse Miloševići thjesht shqetësohej sepse ne po anonim më shumë drejt UÇK-s dhe jo LDK-s. Dhe a ishte i shqetësuar për këtë, në fakt, kishte bërë komentet e ngjashme pas takimit në juni, ku Holbrooke ishte parë në atë fotografinë që pastaj u shfaq në mediat në për gjithë botën, i ulur afër atij personi që dukej si Che Guevara, dhe ku pastaj që kjo gjë dëmtonte tërësisht Rugoven. Pyetje e kuptoj, përgjigje dhe ishte ky ishte shqetësimi i tij vazhdueshëm në një farë mënyrë, por ne dimë që për të organizuar Rambujen duhet që të grumbullonim të gjithë ishin së bashku. Për pyetje, faleminderit, tani do të kaloj tek pyetjet që u bëri gjykatësi Gaynor, mund të kalojmë tek kablogramit që u tregoi ai. I pari është barometri ADP 1067. Siç e shihni, kjo është datës 3 nëntor dhe dua t'ju bëj disa pyetje lidhur me të. Përgjigje në rregull, duhet t'ju kalojmë tek faqja e parë, fillimisht pak më poshtë, numër 2. Aty lexon kë pjesën e vijim është një version i redaktuar. Jo, e redaktuar, në fakt është një vlerësim i redaktuar lehtë i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, i përgatitur në bazë të kërkesës e KOM nga komandanti US KDOM, udhëheqësit të ekipit, që është një vëzhgues politiko-ushtarak me përvojë. Në interes të kohës, ky raport nuk është miratuar nga seksioni departamenti, nga përfaqësuesit e departamentit të ambasadës apo agjensisë që ndjek çështjet e Kosovës. Përgjigjen jo nga unë nuk e kam miratuar. Kjo fjalja e dyta ka ndonjë ndikim në mënyrën se si raporti është interpretuar? Përgjigje, mendoj se ambasada në Beograd përpiqet të jap sinjal këtu se të thojë se kjo vjen nga një burim pa verifikim, burimi i pa verifikuar. Verifikimet janë elemente madhore në Qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo është arsye sepse çdo kablogram duket si peticion, sepse ka gjithmonë 15 zyra që duhet të shikojnë një gjë apo një tjetër. Kjo edhe këtu ka pasur disa prej tyre. Pyeti tani gjykatësi Gaynor ju pyeti dhe duke thënë se kjo ka ndodhur 3 ditë përpara
takimit tuaj të 6 nëntorit me zotin Thaqe. Ju kujtohet kjo përgjigje, me kujtohet pyetje. Asgjë në këtë kablogram nuk sugjeron, nuk le të mendoj se Sean Burns ka patur ndonjë informacion se zoti Thaqe ishte përfshirë në shkelje të drejtave të njeriut në kohën kur është bërë ky kablogram. Është kështu? Përgjigje kështu. Pyetje, me sa ju kuptova unë në dëshminë tuaj më herët, ai nuk ju ka, po ashtu Sean nuk ju ka informuar juve përpara takimit të datës 6 nëntor, lidhur me ndonjë shkelje të drejtave të njeriut që në të cilat ishte përfshirë zoti Thaqi. Përgjigje jo, me sa më kujtohet jo, mund të më ketë kërkuar që të ndihmoj të theksojmë se ne nuk duam të ndaluar, persona të ndaluar. Pyetje në rregull, këtë e thatë më herët, nuk ju kujtohet një diskutim e kësaj gjëje gjatë takimit. Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetje në rregull, tani kalojmë tek faqja tjetër e kabllogramit që u treguan nga gjykatësi Gaynor, që është formatari P1069, ju lutem. Kjo është kabllogrami 18 dhjetorit që gjykatësi Gaynor ju tregoi në lidhje me disa pohime të bëra nga zoti Burns lidhur me zotin Thaqi. Ju kërkua datën e kabllogramit dhe u tha juve se data e kabllogramit është 18 dhjetor, që është data e aty. Këto komente lidhur me sa përket personave ushtarak që trajtonin me respekt, i drejtoheshin me respekt zotit Thaqi, a pajtoheni që këto janë bërë nga zoti Burns në takimin me zotin Thaqi të pranishëm? Përgjigje po. Pyetje në rregull, përgjigje ishte e paqartë për mua se nga vinte kjo, me thënë të drejtën. Pyetje, besoj që ju dini që zoti Burns ka dëshmuar në këtë proces, e përgjigje besoj që e di, dikush më ka thënë që kjo ka ndodhur para shumë kohësh, por nuk e di. Pyetje, arsyeja që po ju pyes dhe është relevante për ju konkretisht, ai ka dëshmuar se është takuar me zotin Thaqi më pak se 5 herë për një periudhë 2 javore nga fundi i tetorit në fillim të nëntorit. Po ju jap kontekstin sepse në këto takime mund të keni qenë i pranishëm në njëri prej tyre me 6 nëntor. Përgjigje po. Pyetje, kuptoni? Përgjigje po. Pyetje, pra ky kablogram, lidhur me këtë kablogram, pyetja ime e parë është nëse dini nëse zoti Thaqi ka qenë në Kosovë nga mesi i nëntorit apo deri kur është kthyer nga Rambuje. Përgjigje nuk më kujtohet që kam menduar nëse ai ka qenë apo nuk ka qenë, thjesht nuk më kujtohet kjo gjë. Pyetje, duke patur parasysh se është shkruar me 17 dhjetor, po, pyetje dëshmia e zotit Burns është se ai ka qenë vetëm një periudhë 2 javore që ka parë këtë gjë, pra vetëm këtë periudhë. Unë po ju pyes tani, me qenë se keni qenë i pranishëm në njërin prej takimeve, keni konstatuar të njëjtat gjëra lidhur me personat ushtarak që trajtojnë Thaqin me respekt, paqe, përpara që dëshmitari të përgjigjet, mund të tesoj dëshmitari nëse bëhet fjalë për gjithë takimet që janë bërë gjykatësi të tjerë. Mishetit që është bërë fjalë për periudhën e aktakuzës, gjykatësi gjithë periudha e aktakuzës mishetit që po besoj që ka qenë vera, apo ai është takuar në Rambuje dhe po flasim për periudhën përpara Rambujes, para Rambujes dhe gjithë takimet që janë bërë. Paqe lidhur me këtë duhet të paraqiten provat dhe mendoj që avokati duhet të ketë një huri për gjithçka që është thënë apo bërë dhe ta vejë këto gjëra në listën e dokumenteve që përdoren në këtë gjykim, do të jetë gjithçka konkrete. Gjykatës mikrofonin fikër, paqe ne nuk po themi ndonjë gjë nga zoti Burns, kjo është avokati po i kujtohet gabim ose po paraqet në mënyrë të gabuar dëshminë e zotit Burns. Pra na duhet bazë për këtë pyetje që po bën. Mishetit që është në paragrafin 71 të intervistës së zotit Burns, zoti Paqe, nëse është ashtu, është në listën e provave dokumenteve tuaja. Mishetit që nuk ka nevojë që të jetë aty, gjykatësi vazhdoni, keni mundësi që të bëni një pyetje ju vetë zoti Paqe, mishetit. Pyetja për juve është në vëzhgim, në konstatimet apo komentet që janë aty, të paktën në pjesë, bazohen ato në të paktën njërin prej takimeve ku ju keni qenë i pranishëm.
Dhe kjo është arsye që po ju pyes, pra mund të shpjegoni me fjalët e tuaja cila ishte dinamika që ju keni parë apo s'keni parë në midis Thaçit dhe personit që ju identifikuan nga Zoti i Paqe në marrjen në pyetje si komandant Çeliku. Cila është dinamika mes këtyre dyve? Përgjigje, ky është personi që mbante armën për pyetje po saktë. Çfarë keni parë ju? Pyetje përgjigje. Bashkëbiseduesi kryesor në takim ishte Zoti Thaçi, të tjerët nuk folen me sa më kujtohet, nuk më kujtohet ndonjë ndërveprim i Zotit Thaçi dhe të tjerëve që do sugjeronte ndonjë rol hierarkik për Thaçin apo të tjerët. Thaçi ul aty, ai kishte disa fletore me vete, ul këmbë mbi këmbë dhe më kujtohet shumë mirë kur filluan të bisedojnë. Nuk më kujtohet ndonjë urdhër, nuk më kujtohet që dikush ka thënë diçka dikujt se çfarë të bënte, pyetje në rregull dhe për në fund sa i takon pyetjes së Zotit Gjykatësit Bardh, si e shpjegoni që Zoti Thaçi mund të ketë arritur disa pozita të caktuara, përfshirë pozitën si kryeministër në qeverinë e përkohshme. Pyetja ime për juve është ndërveprimet e Zotit Thaçi me Shtetet e Bashkuara në Rambuje bazuar në këtë, a e dini nëse kjo gjë ka patur ndikim në profilin e tij? Përgjigje, besoj që kjo ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë Zotin Thaçi, por për sa i takon asaj që ka ndodhur më vonë, dikush tjetër mund të përgjigjet për këtë, por me atë sa kam parë unë, kjo ka ndihmuar jashtë masë atë dhe ai u bë personi që duhet që ishte më i afërt me neve. Pyetja ambasadori Helli premtoi që kjo ishte hera fundit që të dëgjoni nga unë këtë sallë. Gjyqi ju falenderoj përsëri për praninë tuaj dhe kohën tuaj. Me këtë përfundoj pyetjet tuaja. Faleminderit. Gjykatësi, ndonjë pyetje tjetër, zoti Dixon, faleminderit. Kemi vetëm një çështje të vogël që dua të trajtoj që doli nga pyetjet e bëra. Gjykatësi, ju nuk keni marrë pjesë në këtë. Gjykatësi, zoti Dixon, me lejo të bëj pyetje që dalin nga pyetjet e gjykatësve dhe nuk është marrje në pyetje, është thjesht pyetje që kanë dalë nga këtë pyetje. Gjykatësi, mikrofoni Igor Dixon, vetëm një çështje të vogël dhe do të përfundojmë shpejt. Faleminderit të nderuar gjykatës. Zoti ambasador Hill, deshet ju bëj një pyetje lidhur me pyetjen që u bë juve nga gjykatësi Metro më herët, ku ju pyeti për periudhën pas bisedimit të Rambujes, por përpara nënshkrimit të datës 18 mars, pra kjo periudhë qetë ku nuk pati zhvillime. Dhe do t'ju lexoj pyetjen që në mënyrë që të keni kontekstin e plot. Gjykatësi se Metro ju tha, a e dini ku shkuan Zoti Thaçi, Zoti Krasniqi, Zoti Vesili nga Franca në atë kohë pas raundit të parë të bisedimeve. Dhe përgjigja juaj ishte nuk e di, më kujtohet që ata u thuan në një aeroplan francez, mendoj se kanë shkuar në Shkup, por mendoj që në fakt kanë shkuar në Prishtinë. Thjesht mora vesh këtu në Hag, dje apo pardje, por kanë shkuar në vende të ndryshme. Tani pyetja ime është, duke patur parasysh atë që tha dje Zotit Paqe, që profesion ZPS-n lidhur me Kadri Veselin, ju tha që nuk ju kujtohet se në çfarë konteksti ju kishit dëgjuar emrin e tij apo me çfarë merrej ai, pra duke patur parasysh këtë që thatë në dëshminë tuaj, a është saktë se për sa i takon periudhës së qetë për të cilët ju pyetën nga gjykatësi, juve nuk ju kujtohet asgjë lidhur me Zotin Veselin, me fakt që ku ishte ai, ku ka udhëtuar dhe aq më pak se me kë ka qenë. Përgjigje nuk më kujtohet cila ka qenë rrugtimi i tij apo programi i punës së tij, agjenda e tij. Mund të them si koment të përgjithshëm që gjitha kjo ka qenë pjesë kur ka njerëz pra u shpërndan nga aeroplani në Prishtinë, që dolën nga aeroplani, të gjithë kishin bënin konsultime dhe më vonë mësova se Zoti Thaçi kishte shkuar në Shqipëri, edhe pse përpoqëm të verifikonim me ambasadën tonë në Shqipëri, nuk gjentem në një informacion, pra është drejt të themi që ne prisnim që të gjithë ata të shkonin dhe të bashkëndanin këtë opinion, dhe kjo ka ndodhur, dhe në momentin kur rimblodhem, ndjenja ishte pozitive për Rambujen, siç ishte ditën përpara, më pozitive për ditën përpara që ndodhi. Lidhur me emrin e Kadri Veselit, a është vërtet që juve nuk ju kujtohet fare se ku ka qenë, ku ka shkuar? Përgjigje po, sakt.
Gjithatë do të theksoj diçka. Ka një kanë kaluar 26-27 vite, keni parasysh. Edhe unë jam asë kohë përpjekur të merja një po nga të gjitha palët për çështjen e autonomisë. Kjo ka qenë detyra ime. Dikson, faleminderit ka pyetje kisha, zoti Elis. Elis, jo, nuk kemi pyetje. Faleminderit, zoti ambasador. Prokuroria? Jo, nuk kemi pyetje. Ambasadori He, mbaroj dëshmia juaj. Faleminderit që erdhët. Faleminderit që ndat informata që kishit, faleminderit që respektuat rregullat e sallës së gjyqit dhe ju urojmë gjithë të mirat në të ardhmen. Ambasadori, faleminderit. Ishte një përvojë e veçantë, më duhet të them. Gjykatësi po shpresoj mos të qenë përvojë e keqe. Përgjigje, kam pas përvoja më të këqija. Gjykatësi, faleminderit dhe ditën e mbar. If everybody's Nëse jeni dakord, do fillojmë në orën 2 me dëshmitarin tjetër. Edhe faleminderit dhe përfaqësuesës së ambasadës amerikane. Faleminderit që na ndihmuat kur kishim nevojë. Nuk e di nëse do t'jeni ju javën tjetër, nëse po do të shihemi javën tjetër atëherë. Mishetiç. Për ne nuk ka problem, po zyra e mbrojtjes dëshmitarëve na tha që ai do të vinë në orën 1, edhe kanë një nevojë për një orë përgatitur. Gjykatësi, po në rregull, do vinë në 1, duhet të bëjtë një orë, në 2 duhet jemi gati për të filluar. Mishetiç, jo thjesht thua thash këtë që të keni parasysh se si është procedura. Gjykatësi, në rregull. Takohemi në orën 2 atëherë. Faleminderit për pjesëmarrjen. Sekretare të gjithë më këmbë.